Përshëndetje zonja e zotërinj, mirë se vini në Skan Live për gjatë ditës së sotme. Do të fokusohemi tek marrëveshja reciproke e njohjes pensioneve midis qeverisë shqiptare dhe asaj italiane. Ditën e premte të javës kaluar, kryeministria e Italisë Meloni gjatë vizitës që zhvilloi në vendin ton, ku mori pjesë në samitin e Komunitetit Politik Evropian, njëkohësisht zhvilloi një takim të veçantë me kryeministrin Edi Rama, ku dorëzoi njëkohësisht edhe dokumentin e marrëveshjes së njohjes reciproke të pensioneve, që do të thotë se duke nisur nga 1 qershori, do të fillojë zbatimi i kësaj marrëveshje mjaft të rëndësishme në mënyrë të veçantë për shqiptarët që punojnë dhe jetojnë në Itali. Ne do të diskutojmë në lidhje me përfitimet për mënyrën se si edhe do të zbatohet kjo marrëveshje. Do të fokusohemi gjithashtu edhe tek shifrat që janë publikuar javën e kaluar nga Instituti i Statistikave për sa i përket zhvillimeve demografike në vendin ton, ku vihet re një rënje ndjeshme e numrit të lindjeve dhe kjo po shkakton përveç një plagje të popullsisë, po krijon edhe probleme të mëdha për sa i përket funksionimit të shoqërisë sonë. Fillimisht si çdo ditë do të shohim ecurinë e tregjeve, ku vihet re përgjithsisht një qetësi dhe fokusi i investitorëve është përqendruar tërësisht tashmë tek zhvillimet gjeopolitike, sepse është samiti mes Bashkimit Evropian dhe Mbretërisë së Bashkuar që zhvillohet sot në Britaninë e Madhe, por njëkohësisht pritet që po sot të zhvillohet edhe një bisedë telefonike mes presidentit amerikan Donald Trump dhe presidentit Rusisë Vladimir Putin në përpjekje për të arritur një marrëveshje apo një armpushim pa kushte në konfliktin që zhvillohet tashmë prej thuajse 3 vitesh midis Rusisë dhe Ukrainës. Paralelisht ka qenë edhe presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, e cila ka thonë se kjo javë do të jetë shumë e rëndësishme për sa i përket arritjes së një armpushimi midis Rusisë dhe Ukrainës. Për këtë arsye, e gjithë vëmendja është përqendruar tek zhvillimet gjeopolitike. Ne do ta nisim ecurinë e tregjeve me tregun e brendshëm valutor, ku pas 2 ditësh pushim javën e kaluar të enjte dhe të premten për shkak të samitit, sot vjet re një volum i madh i shkëmbimit mes monedhave në tregun e brendshëm dhe reflektimet e zhvillimeve të 2 sesioneve të kaluara janë reflektuar ditën e sotme në tregun e brendshëm valutor. Sipas Agjencisë së Këmbimit Valutor, Iliria 98, dollari amerikan ka humbur disa pikë në raport me lekun, blihet me 87 dhe shitet me 88.3 lek. Euro gjithashtu ka humbur disa qindarka përballë monedhës sonë, në mëngjesin e sotëm blihet me 97.7 dhe shitet me 98.5 lek. Në këtë mënyrë po fillon një zhvlerësim gradual i monedhës europiane në tregun e brendshëm dhe pritshmërit janë referuar edhe dhënave historike që në kulmin e sezonit për shkak të fluksit të madh turistëve që sillin me vete edhe monedhë thuaj më së shumti euro, presioni mbi monedhën europiane të jetë akoma më i madh dhe mund të shohim për gjatë 3 muajve, ku është edhe kulmi i sezonit turistik nga qershori e deri në fund të gushtit, mund të shohim nivele më të ulta të monedhës europiane. Franga zvicerane blihet me 104 dhe shitet me 105.2 lek në rritje të lehtë vetëm në blerje. Ndërkohë paundi britanik gjithashtu ka fituar disa qindarka në raport me lekun në blerje, ku votohet në 115.8, ndërsa shitet me 117.2 lek. Në ecurinë e dollarit kanadez, kjo monedhë është në rënje të lehtë vetëm në blerje, ku votohet në 62.1 dhe shitet me 63.3 lek. Për 63.8 lek, dollari australian blihet me 55.4 dhe shitet me 56.8 lek. Në ecurinë e jenit japonez, kjo monedhë ka një tendencë në rritje, si në blerje ashtu edhe në shitje, blihet me 0.59 dhe shitet me 0.62 lek, duke fituar një qindark si në blerje ashtu edhe në shitje. Në anën tjetër, lira turke është në rënje, blihet me 2.18 dhe shitet në nivelin e 2.35 lek. Dinari Maqedonas blihet me 1.54 dhe shitet me 1.6 lek. Ndërkohë, rubla ruse ka humbur një qindark në raport me lekun, si në blerje ashtu edhe në shitje, blihet me 0.91 dhe shitet në nivelin e 1.02 lek, ndërsa juani kinez blihet me 11.99 dhe shitet me 12.2 lek mesatarisht. Kjo ishte ecuria e tregut brendshëm valutor, sipas Iliria 98, ndërkohë në tregje ndërkombëtare në sesionin e ditës së premte të javës kaluar, dollari amerikan u forcua përballë monedhave kryesore, publikoi njëkohësisht edhe fitime javore, ndërsa sot po shfaqet i qëndrueshëm.
Investitorët do të vjojnë të jenë fokusuar tek zhvillimet që kanë të bëjnë me gjeopolitikën. Pritet që sot të zhvillohet një summit midis Bashkimit Evropian dhe Britanisë së Madhe, i cili do të mbahet pikërisht në Britaninë e Madhe, ku pritet të nënshkruhen edhe disa marrëveshje bashkëpunimi në mënyrë të veçantë për sa i përket investimeve në mbrojtje dhe armatimit të Europës, pikërisht për shkak konfliktit midis Rusisë dhe Ukrainës. Paralelisht pritet edhe një bisedë telefonike midis presidentit amerikan Donald Trump dhe presidentit të Rusisë Vladimir Putin, që do të zhvillohet më vonë gjatë ditës së sotme. Për këtë arsye, vjet re një korektim i euros në raport me dollarin në sesionin e sotëm, pas humbjeve që moneda europiane realizoi ditën e premte të javës kaluar. Aktualisht ka fituar 0.19% dhe një euro këmbehet me 1.1195 dollar. Poundi është rritur me 0.09%, këmbehet me 1.3271 dollar. Në raport me frankën, dollari është në rënje me 0.39% të vlerës, kuotohet në 0.8385 franga. Dollari australian ka rënë me 0.16%, kuotohet në 0.6416 dollar amerikan, ndërsa dollari kanadez ka humbur 0.04%, këmbehet me 0.7128 dollar amerikan. Për baljenit, dollari është në rënje me 0.59% të vlerës, këmbehet me 145.89 yen mesatarisht. Ndërkohë, javën e kaluar, dollari amerikan publikoi fitime ditën e premte dhe gjeti një mbështetje nga dhënat e publikuara në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas departamentit të punës, çmimet e importit fituan 0.1% të vlerës për gjatë muajit prill, pas një rënje me 0.4% në mars për shkak të rritjes së çmimeve apo mallrave kapitale, por njëkohësisht edhe në anën tjetër vjet re një balans për shkak të rënies së çmimeve të energjisë. Do të kalojmë edhe në tregun e kriptomonedave, ku sërish tendenca është në rënje në sesionin e sotëm dhe investitorët janë fokusuar tërësisht tek zhvillimet gjeopolitike, duke nisur nga tarifat e deri tek bisedimet për paqen në Ukrainë. Të presim tabelën për të parë ecurinë e kriptomonedave në sesionin e parë të javës. Bitcoin ka humbur 0.84% të vlerës në këto momente dhe kuotohet në 103.235.34 dollar. Për gjatë fundjavës, Bitcoin ju ofrua shumë nivelit të 105.000 dollarve. Ethereum në rritje me 0.51%, kuotohet në 2.407.79 dollar. Ripple ka rënë me 2.33%, kuotohet në 2.3164 dollar. Litecoin është në rënje me 1.56% të vlerës, kuotohet shumë pra nivelit të 96 dollarve dhe Bitcoin Cash ka rënë me 3.32% dhe kuotohet në 383.62 dollar për çdo njësi Bitcoin Cash të tregtuar. Ndërkohë në ecurinë e tregut të naftës, benchmarkët kryesor po qëndrojnë në rënje në sesionin e sotëm, ndërsa ditën e premte të javës kaluar publikuan fitime me rreth 1%, duke publikuar njëkohësisht fitime për të dytën javë me radhë. Çmimet javën e kaluar u mbështetën nga shpresat për një marrëveshje afatgjatë tregtare midis Kinës dhe Shteteve të Bashkuara, dy ekonomitë më të mëdha në botë. Për gjatë gjithë javës, Brendi i Londrës ka fituar rreth 2% të vlerës. Gjithashtu, çmimet në anën tjetër, çmimet e ngjendur disi në presion, pasi presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se Shtetet e Bashkuara janë shumë pranë arritjes së një marrëveshje bërthamore me Iranin, me Teheranin zyrtar që ka pranuar kushtet e shtëpisë së bardhë. Megjithatë, sipas një burimi familjar me këtë çështje, bisedimet ende duhet vijojnë sepse ka shumë pika ende të pazgjidhura në lidhje me programin bërthamor të Teheranit zyrtar. Aktualisht Brendi i Londrës ka humbur 0.5% të vlerës dhe kuotohet në 65.08 dollar për fuqi. Nafta bruto amerikane gjithashtu është në rënje pak a shumë në të njëjtën mas me naftën Brent me 0.48%, kuotohet në 61.67 dollar për fuqi dhe nafta e përpunuar në bursën e Londrës ka fituar 0.18% të vlerës dhe kuotohet në 620.13 dollar për ton. Ndërkohë në ecurinë e
tregut të metaleve të çmuara, vjetre një rritje e konsiderueshme në sesionin e sotëm, ndërsa të premten e javës kaluar ari humbi rreth 2% të vlerës dhe sot ka fituar një pjesë të mirë të këtyre humbjeve që realizoi ditën e premte. Njëkohësisht, ari realizoi javën e kaluar, javën më të keqe që nga nëntori i vitit 2024, pikërisht për shkak të rritjes së oreksit investitorëve për asetet sigurta, si pasojë e marrëveshjes 90 ditore midis Shteteve të Bashkuara dhe Kinës. Njëkohësisht, për gjatë kësaj periudhe 90 ditore, u ra dakord që të ulen ndjeshëm edhe tarifat për produktet kineze që importohen në SBA. U reduktuan nivelin e 30% nga 145% që ishin më parë, ndërsa tarifat për produktet amerikane që importohen në Kinë u reduktuan në 10% nga 84% që ishin më herët. Kjo bëri që investitorët të mendojnë tashmë se ekonomitë më të mëdha në botë do të shmangin luftën tregtare, përjedhoi do të shmangin edhe një recesion global. Gjithsesi, ari ka rikuperuar ndjeshëm terren në sesionin e sotëm, është në rritje me 1.42% të vlerës dhe në fokus do të vijojnë të jenë edhe zhvillimet e tjera gjeopolitike, samiti midis Bashkimit Evropian dhe Mbretërisë së Bashkuar, por edhe telefonata e Donald Trump me Vladimir Putin. Metali verdh tregtohet në $3.232.4 për onzë. Argjendi është rritur me 0.88%, tregtohet në $32.64 dhe platini është rritur lehtë me 0.23% të vlerës, kuotohet në $992.5 për onzë, duke u afruar shumë nivelit të $1.000 për onzë. Do të shohim tani edhe ecurinë e tregjeve të aksioneve në kontinentin evropian, ku vjetre një rënje lehtë e bursave dhe investitorët, pikërisht për shkak se janë në pritje të këtyre zhvillimeve gjeopolitike, nuk kanë preferuar të jenë aktiv në tregje. Në samitin midis Mbretërisë së Bashkuar dhe Bashkimit Evropian pritet që vëmendja të përqendrohet tek mbrojtja dhe siguria, por njëkohësisht edhe lehtësimi i mobilitetit në rajon, pasi, sikur se dim tashmë, Mbretëria e Bashkuar ka dalë nga Bashkimi Evropian. Kryeministri britanik Keir Starmer dhe presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, që ditën e premte ishin në vendin tonë, do të njoftojnë pas samitit marrëveshjet që do të firmosen mes Mbretërisë së Bashkuar dhe Bashkimit Evropian. Për sa i përket të dhënave të tjera, investorët gjithashtu padyshim do të jenë fokusuar edhe tek bisedimet për paqe midis Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë, për sa i përket dhënies fund të luftës në Ukrainë. Bisedimet javën e kaluar në Turqi dështuan të arrinin një marrëveshje edhe në mungesë të përfaqësuesve të niveleve të larta. Për sa i përket dhënave të tjera, inflacioni parashikohet të jetë rritur në Eurozonë me 0.6% gjatë muajit prill dhe pritet të shkojë nivelin e 2.2%. Dhe ky raport do të jetë mjaft i rëndësishëm edhe për vendimarrjen e Bankës Qendrore Evropiane. Ky institucion e ka ulur plot 7 herë normën bazë të interesit për gjatë vitit kaluar dhe tashmë investitorët presin që edhe ekonomia ta absorbojë këtë vendimarrje të Bankës Qendrore Evropiane. FTSE 100 i Londrës dhe DAX i Gjermanisë kanë rënë me 0.5 dhe 0.24%, CAC 40 i Parisit dhe indeksi i Zyriut SMI kanë rënë me 0.35 dhe 0.42%. FTSE MIB i Milanos ka humbur 1.34% të vlerës. Për sa i përket ecurisë tre indekseve kryesore në Wall Street, ditën e premte të javës kaluar, Dow Jones ka fituar 0.78% të vlerës, Standard & Poor's 500 dhe Nasdaq gjithashtu janë rritur me 0.52 dhe 0.7% respektivisht. Do të shohim njëkohësisht edhe ecurinë e korporatave të listuara në bursën e Frankfurtit në Gjermani, ku Zalando kryeson fitimet në rritje me 1.06%, ndërsa Commerzbank, Munich Re, BASF dhe BMW kanë fituar nga 0.68 deri në 0.83% të vlerës. Për sa i përket kompanive që realizojnë humbje në bursën e Frankfurtit, Volkswagen ka rënë me 4.72%, Saab, Kia, Beiserdorf dhe Daimler Truck janë rënje nga 0.85 deri në 1.46%. Kjo ishte ecuria e tregjeve deri në këto momente. Do të rikthehemi tani në zhvillimet kryesore nga vendi dhe fillimisht do të flasim
në lidhje me parashikimin e motit në ditët e mbetura të muajit maj. Me njërë pas siglës, do të diskutojmë më gjërësisht. Në linë drejt për drejt, kemi Anira Gjonin, specialiste e Institutit të Gjeoshkencës. Anira, mirë mëngjes, mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Atëherë, si parashikohet të jetë moti në këto ditë mbetura të muajit maj? Pra, si do ta mbyllim, sepse e pam javën e kaluar pati një ulje temperaturave sikurse ju paralajmëruat, por nuk munguan as rreshtet e të borës në male. Po, është diçka, një fenomen i rrallë që të kemi pjesë të sezonit të majit, praninë e rreshjeve të dëborës, por ishim në ndikimin e masave të ftohta, të cilat sollën edhe praninë e rreshjeve të dëborës, kryesisht në Alpet e vendit, pra në veri. Kjo javë nis me temperatura relativisht të ulta, por do të vinë në rritje graduale dhe do të jetë java e fundit e majit, ajo që do të ketë edhe do të sjellë, le të themi, përmirësimin e kushteve të motit, pasi presim që të ndërpriten rreshjet dhe të kemi temperatura më të larta. Konkretisht për këtë javë, presim minimalet në Bregdet të shënojnë 15 gradë dhe maksimalet shkojnë deri në 22. Në zonat e ulta minimalet presim të shënojnë 13 dhe maksimalet shkojnë deri në 26. Ndërsa në zonat malore, minimalet presim që të shënojnë 5 gradë dhe ato maksimale shkojnë deri në 21 gradë. Për ditën e mërkurë, presim që të kemi një rritje të minimaleve prej 2 gradësh apo 3 gradë, ndërsa në ditët në vazhdim do të na shoqërojnë temperaturave, do të jetë ajo që sjell rritjen e temperaturave maksimale, ku në kryeqytet presim që apo në zonat e ulta, presim që maksimalet e ditës të arrijnë deri në 27 gradë. Ta sot me nis me vranësira dhe kthjellime të herpashershme, të cilat shoqërojnë ditën e nesër, dita e martë, presim që të kemi rreshje të dobta lokale në disa prej qarqeve të vendit, dhe ditën e mërkurë presim që rreshjet e shiut të prekin të gjitha qarqet, do të nisin me intensitete të ulta dhe pas me ditës mërkurë do të kemi, presim pra që të kemi rreshje deri lokalisht mesatare. Ditën e premte presim që të kemi ndërprerje rreshjeve të shiut dhe përmirësimin e kushteve të motit. Anira, ju falenderoj për të lidhje drejt për drejt në studion e televizionit Skan, ditë mbarë. Faleminderit juve. Ndërkohë ne do të vjojmë me tjera informacione, fillimisht do të flasim për summitin apo forumin ekonomik ndërkombëtar që u zhvilluar ditën e shtunë në kryeqytet në Tiranë, ku ky forum u përshëndet gjithashtu edhe nga kryeministri Edi Rama dhe nga presidenti i Francës Emmanuel Macron. Përgjatë fjalës së tij, presidenti francez i bëri një thirrje të veçantë investitorëve nga gjithë bota që të investojnë pikërisht në Shqipëri, sepse ofron mundësi shumë të mëdha. Nga samiti ekonomik ndërkombëtar, presidenti i Francës Emmanuel Macron ka inkurajuar investitorët nga e gjithë bota që të investojnë në Shqipëri, duke cilësuar vendin tonë si të qëndrueshëm, të besueshëm si dhe si pikë kyçe në mesdhe. Është jashtëzakonisht mirë që t'ju kesh në Europë, di që vini nga anë të ndryshme të botës. Ky është një vend i stabil dhe i besueshëm dhe në këtë botë mos i nënvlerësoni fuqitë e cilësive të tilla. Dhe jam shumë i lumtur që jeni këtu për te shakave që bëjmë me kryeministrin Edi Rama, sepse këtu në Shqipëri qartësisht keni në fakt pikën hyrëse në këtë rajon Ballkan Perëndimor, po edhe më gjerë, dhe është një pikë kyçe në mesdhe dhe në Europë. Ndaj ju inkurajoj të investoni në Shqipëri sepse keni një udhëheqje të fortë dhe nuk flas vetëm sepse është miku im, por sepse ka sjell rezultate dhe në 2 vitet që vijnë, duke qenë se ka një mandat të qartë, do të jenë pjesë e BE-s. Ndërsa në fjalën e tij kryeministri Rama gjithashtu kishte një apel për investitorët dhe kërkoi më shumë besim për kthyer në investime. Jemi sot këtu që të përpiqemi të përcjellim mesazhin që ky vend do më shumë dhe që ky
vend ka nevojë për më shumë njerëz që të na besojnë. Dhe e mira e Shqipërisë është që siç e shihni, ne jemi miq të mirë me shumë njerëz. Ne duam që miqtë e të ftuarit të thonë që ne jemi partner strategjik të BE-s, të SBA-s, por jemi edhe mjaft të bekuar të themi që ne kemi partneritete të ngushta me Emiratet Bashkuara Arabe, me Arabinë Saudite, me vendet e gjirit dhe me qëra fjala, e kemi ndjekur me admirim atë çfarë po ndodh në këto vende, vizionin, shtysën, ambicien e madhërisë së tij, Mohammed bin Salman, e presidentit e Emiratet Bashkuara Arabe, Mohammed bin Zayed e kështu me radhë. Pra, po përpiqemi që të mësojmë nga realitete të ndryshme, nga pjesë të ndryshme të jetës dhe të bëjmë maksimumin që të nxjerrim më të mirën prej tyre. Dy liderët vënë theksin tek nevoja që ka Evropa për të ndryshuar dhe për të përqafuar një epokë të re. Ndërtimi një tregu të vetëm evropian dhe ulja e burokracive u cilësuan si prioritet e kyçe me qëllim nxitjen e investimeve. E ndërkohë, pikërisht në samitin ndërkombëtar të biznesit që u zhvillua ditën e shtunë në vendin tonë janë bërë bashkë emrat më të njohur të sipërmarrjes globale. Pjesë e këtij takimi ka qenë edhe emri minjor i biznesit shqiptar, presidenti i Balfin Group Samir Mane. Mesazhi që është përcjell nga folësit e forumit ishte që Bashkimi Evropian duhet të heqë sa më shumë të jetë e mundur burokracitë sepse ka vonesa shumë të mëdha krahasuar me rajonet e tjera ekonomike si Shtetet e Bashkuara apo edhe Azia. Biznesmen dhe politikan nga Evropa dhe bota kanë ngritur shqetësimet me të cilat përballen sipërmarrjet për të investuar në këtë kontinent. Në samitin ekonomik ndërkombëtar të mbajtur në Tiranë, me temë ardhja e investimeve në Evropë, biznesmeni Samir Mane u ndal tek problematika që ka kryesisht sektori i ndërtimit, ndërsa vuri theksin tek potencialet që ka Shqipëria për investitorët, sidomos në turizëm. Sa i takon sektorit të ndërtimit, na merr 3 muaj për të marrë një leje ndërtimi në Amerikë, 2 vjet në Bashkimin Evropian dhe 3-4 muaj në Shqipëri. Ka diçka që duhet të bëhet më shpejt për të ndryshuar këtë situatë në Evropë. Shqipëria ka më shumë mundësi për të investuar në turizëm, sistemi bankar, energjinë e rinovueshme. Shqipëria po rritet shumë shpejt. Ne e shohim turizmin si mundësi për të investuar dhe po investojmë në këtë fushë. Ndërsa pjesëmarrësit e tjerë në forum vendosën theksin tek fakti se Evropa duhet të minimizojë burokracitë dhe të ndjekë trendin e ndryshimeve që po ndodhin në botë. Administrata Donald Trump ka ndryshuar shumë gjëra. Tarifat nuk janë një gjë e mirë, por mund të kalohen me tarifa bilaterale. Evropa mund të përfitojë pasi është një kontinent perfekt dhe me demografi të madhe, por rrezikon të bjerë në burokraci. Evropa është një lojtare fort në fushë, por duhet të zgjohet dhe të mendojë për të ardhmen. Europa ka disa rregulla të çuditshme dhe duhet të ndryshojë. Ne duam që Evropa të përparojë. Më thon mua Muhamet, ke shtet pa demokraci, por në fakt kemi zhvillim, kapital të zhvilluar dhe të edukuar. Kemi turizëm, ekonomi, siguri dhe transparencë. Ka diçka, Amerika është e zënë me zgjedhjet gjithkohën, ndërsa Evropa vetëm rikonstruksion dhe rikonstruksion. Bota po ndryshon dhe ne duhet të kapim ndryshimet. Pjesëmarrësit në forum analizuan gjithashtu edhe rëndësinë e investimit në edukim dhe përqafimin e teknologjisë. Diskutimet e forumit u përqendruan në fusha si fragmentimi dhe gjeoekonomia, siguria dhe pavarësia energjetike, inteligjenca artificiale dhe robotika, kujdesi shëndetësor, industria e prodhimit, tregtia, turizmi dhe inovacioni në sipërmarrje. E ndërkohë, më herët gjatë ditës së shtunë, përpara se të merrnin pjesë në forumin ekonomik ndërkombëtar, presidenti i Francës Emmanuel Macron zhvilloi njëkohësisht një konferencë për mediat me kryeministrin Edi Rama dhe përgjatë fjalës ata kanë folur për një fazë të re dhe drejtime të reja në marrëdhëniet midis dy vendeve, Shqipërisë dhe Francës. Me syt nga mbrojtja si një tregues për forcimin dhe bashkëpunimin e sektorit ushtarak në Shqipëri, ky është lajmi kryesor që u dha nga konferenca për media nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama dhe presidenti i Francës Emmanuel Macron. Kemi ecur sipas angazhimit, duke rritur buxhetin dhe kapur 2% që ka qenë objektivi i përbashkët i aleancës, dhe që në kryet herës është dukur si diçka e pamundur, duke pas parasysh pikërisht ato që thatë ju që ne nuk kemi një buxhet të madh dhe nga ana tjetër kemi shumë nevoja
për të përmbushur, por gjithsesi ne e kemi përmbushur detyrimin ton ndaj kontratës përbashkët të Aleandrës. E dyta, ky është një moment i veçantë që ka sjell në tryezë nevojën për të investuar më shumë dhe nga ana tjetër ne duam ta shfrytëzojmë si moment për të rilindur industrinë tonë ushtarake. Ndërkohë, presidenti i Francës Emmanuel Macron theksoi se vendet europiane duhet të investojnë nga buxheti i shtetit 3.5% të prodhimit të brendshëm bruto, pasi është një shtyllë shumë e rëndësishme për sigurinë e Europës. Franca, mendoj sot, ka ushtrinë më efikase të Europës. Kemi një ushtri komplete, tek e cila kemi riinvestuar që prej 2017-s me 2 ligje të programimit ushtarak që kanë dyfishuar buxhetin e ushtrive tona. Kemi kapacitetin e zhbindjes bërthamore, kemi autonomi strategjike në këto segmente, kemi një përvojë operacionale të paparë në teatret e operacioneve në lindjen e mesme. Pra duhet që ne europianët të investojmë më shumë për të formuar, për të rekrutuar, për të pajisur më shumë dhe gjithashtu për të ndërtuar një bazë industriale dhe teknologjike europiane që përforcon autonominë tonë. Po ju a them shumë qartë, horizonti 3.5% të PIB-it është një horizont i mirë për vitet e ardhshme, por nuk do bëhet brenda 6 muajsh. Gjatë muajve të fundit janë firmosur disa marrëveshje për forcimin e sigurisë ndërkombëtare me Shqipërinë, kur rasti i fundit ishte ai mes Shqipërisë, Kroacisë dhe Kosovës. Por se është aktualisht tregtia midis Shqipërisë dhe Francës, Scanintel ka llogaritur dhënat dhe rezulton se shkëmbimet tregtare për gjatë vitit 2024 arritën nivelin të lartë historik në rreth 19.2 miliard lek, apo rreth 190 milion euro, 9% më shumë krahasuar me vitin 2023. Ndërkohë, investimet direkte franceze në Shqipëri për gjatë vitit kaluar vlerësoheshin në rreth 66 milion euro. Vizita zyrtare e presidentit francez Emmanuel Macron në Tiranë vjen në një moment simbolik, por edhe me domethënie ekonomike. Ndërkohë që fokusi politik qëndron tek integrimi evropian i Shqipërisë dhe stabiliteti në rajon, një vështrim mbi marrëdhëniet ekonomike tregon një potencial ende të pashfrytzuar mes dy vendeve, sipas të dhënave të Scanintel. Franca ka qenë një partnere tregtare e pranishme, por jo dominuese për Shqipërinë ndër vite. Shifrat e shkëmbimeve tregtare mes dy vendeve janë karakterizuar nga disa luhatje, duke reflektuar ndjeshmërinë ndaj zhvillimeve rajonale dhe globale. Në vitin 2013 u shënua kulmi deri tani me përkatësisht 20 miliard lekë shkëmbime tregtare. Më pas dinamika ra ndjeshëm për të rikuperuar gradualisht nga viti 2018 në vijim. Megjithatë, partneriteti ekonomik duket se është thellëuar ndjeshëm në vitin që lan pas. Në vitin 2024 shkëmbimet tregtare arritën shumë pranë nivelit historik në 19.2 miliard lekë, me një rritje me rreth 9% krahasuar me vitin 2023, por ende në nivelet e dekadës së kaluar. Ndërkohë, nga ana tjetër, sipas të thonave të Bankës së Shqipërisë, investimet direkte franceze në Shqipëri gjatë vitit 2024 vlerësohen në rreth 66 milion euro, duke përbërë rreth 4% të totalit të investimeve të huaj direkte në vend. Kjo e rëndit Franca në vendin e 7 mes investitorëve të huaj pas vendeve si Holanda dhe Italia. Investimet franceze janë përqendruar kryesisht në sektor si energjia, shërbimet financiare, logjistika dhe teknologjia. Pas takimit midis kryeministrit Edi Rama dhe presidentit francez Emmanuel Macron, në praninë e tyre u shkëmbyen marrëveshjet e bashkëpunimit në fushën e energjisë dhe turizmit. Mes pritshmërive politike dhe simbolikës historike, marrëdhëniet ekonomike Shqipëri-Francë ka nevojë për një injeksion të ri konkret dhe të qëndrueshëm për të kaluar nga retorika në realitet, gjë e cila me marrëveshjet e reja duket se do të rritet. Njëkohësisht për gjatë fundjavës, edhe përveç Francës, edhe Moldavinë, Shqipëria kanë shkruar një memorandum bashkëpunimi që synon një bashkëpunim më të thellë në procesin e integrimit evropian. Bashkëpunimi do të përfshijë fusha kyçe si stabilizimi, asociimi dhe negociatat e antarësimit.
Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme Igli Hasani ka pritur sot në Tiranë zëvendës kryeministren për integrimin evropian të Moldavisë, Kristina Gerasimov, ku të dyja palët nënshkruan një memorandum mirëkuptimi për të thelluar bashkëpunimin në fushën e integrimit evropian. Dokumenti nënshkruar synon forcimin e marrëdhënieve dypalëshe përmes shkëmbimit të njohurive dhe praktikave më të mira në procesin antarësimit në Bashkimin Evropian. Bashkëpunimi do të përfshi fusha kyçe si stabilizimi, asociimi dhe negociatat e antarësimit, si dhe forcimin e kapaciteteve institucionale dhe administrative për përmbushjen e detyrimeve të antarësimit. Në kuadër të këtij memorandumi, Shqipëria dhe Moldavia do të organizojnë takime të përbashkëta, seminare dhe konferenca do të promovojnë agjendën e gjelbër, si dhe do të mbështesin transformimin digjital me fokus në siguri kibernetike dhe iniciativat e ekonomisë digjitale. Ministri Hasani vlerësoi se Shqipëria po kalon momentin më të mirë në rrugtimin e saj drejt integrimit evropian dhe theksoi rëndësinë e shkëmbimit të përvojës me vende që ndajnë të njëjtin objektiv strategjik. Palët rënë dakord për intensifikimin e përpjekjeve në drejtim të një bashkëpunimi më të ngushtë ndërinstitucional, duke konsideruar këtë marrëveshje si një hap të rëndësishëm në mbështetje të reformave dhe aspiratave evropiane të dyja vendeve. Ndërkohë do të vijmë tani me tjera informacione, do të flasim edhe për sa i përket bilancit të sigurisë në punë. Shifra pozitive vijnë pikërisht nga tregu i punës në vendin tonë, kjo edhe për shkak të një mungese të theksuar të fuqisë punëtore. Ndërkohë të rinjt janë trajnuar për tregun e së ardhmes, por cilat janë disa nga rezultatet e inspektimeve të kryera për gjatë 2024. Kronika në vijim na sjell më tepër detaje. Për të kontrolluar të gjithë bizneset lidhur me respektimin e drejtave të punonjësve të fiktimit në punë kanë aksidente rezultate të konsiderueshme në drejtim të përmirësimit të shërbimeve të punësimit dhe standardeve të sigurisë në vendin e punës. Programi Tregu i punës me një fond prej 2.45 miliard lekësh sipas planit të rishikuar ka shënuar një realizim prej 96% të buxhetit të tij. Gjatë këtij viti janë ndërmjetësuar dhe punësuar 27.497 punëkërkues të papunë, duke të i kaluar ndjeshëm planin fillestar. Një tjetër komponent i rëndësishëm ka qenë mbështetja me pagesë papunësie për 3.194 persona, ndërsa 9.143 individ janë trajnuar në qendrat publike të formimit profesional. Ndikim të veçantë ka dhënë edhe programi Garancia Rinore, nga i cili kanë bizneset që operojnë në vendin tonë ngrenë si shëtësim në zbatimin e dobët të rregullores për mbrojtjen e të dhënave, çka sipas tyre ka çuar në shkelje të mëdha të dhënave personale në të kaluarën, të cilat kanë përkeqësuar. Do të flasim tani edhe për marrëveshjen e pensioneve për njëjën reciproke midis qeverisë shqiptare dhe asaj italiane, sepse përgjatë ditës së premte të javës kaluar, përveç se u zhvillua samiti i komunitetit politik evropian, kryeministrja italiane Giorgia Meloni zhvilloi një takim të veçantë me kryeministrin Rama, ku e dorëzoi njëkohësisht edhe dokumentin e marrëveshjes së pensioneve midis dy vendeve tona. Më gjërësisht ne do të diskutojmë me zotin Gjorgj Urbolino, sekretari i përgjithshëm i Diaspora 9119. Zoti Urbolino, përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, faleminderit që na pranuat. Ne kemi zhvilluar shpeshherë biseda si me presidentin zotin Balla, si me zënës presidentin zotin Trimçev, por është era e parë me ju dhe nga ato që ata kanë deklaruar puna juaj përgjatë këtyre viteve, kur diskutoi marrëveshja midis Italisë dhe Shqipërisë, ka qenë e jashtëzakonshme. Si ndjeni tani që marrëveshja mes dy vendeve është finalizuar? S'ka gëzim më të madh. Më në fund, pas 30 vjetësh, pra luftë, edhe pas një rrugtimi shumë të gjatë, mori fund kjo punë edhe presim nga dita në ditë që të paraqesim pranë imësit, gëzimin e madh e ndjejnë të gjithë shqiptarët që ndodhen në Itali, por edhe italianët që vazhdojnë të punojnë, kanë filluar të punojnë në Shqipëri. Është një gëzim shumë i madh, edhe me siguri që do ta festojmë në një fest me një fest të madh. Sigurisht. Ndërkohë, ka qenë një punë e madhe për gjatë këtyre viteve, sepse edhe nga ato që kemi diskutuar më herët, me zotin Trimçev në mënyrë të veçantë, por edhe me zotin Balla, Diaspora 9119, në çdo moment, në çdo hap, çonte emaile, bënte telefonata, pra ka qenë një punë e madhe? Puna ka qenë shumë e madhe. Vlen për të saktësuar që shoqata e ka emrin
Diaspora 91-19, Ania P. Ania P do të thot Associazione Nazionale Italiani e Albanesi per la Pensione. Dhe e dyta, që kjo punë ka filluar shumë herët, që në vitin 2014, por me kërkesa sporadike, si thuash, edhe të pa organizuara. Organizimi parë që është bërë në media, me një grup Facebooku që u kryua në vitin 2019. U pa që edhe kjo nuk ishte mjaftueshme, pavarësisht nga puna e madhe e tyre, nuk ishte mjaftueshme sepse ky grup nuk kishte karakter legal, edhe nuk kishte mundësi që t'i drejtohesh organeve kompetente me një seriozitet, me seriozitetin e duhur. E kështu që në vitin 2021 në Asti të Italisë, në bazë të këtij grupi u krijua shoqata që përmendëm më parë. Kjo shoqatë tash nga ajo ditë komunikonte me gjithë organizmat shtetërore të dy vendeve në mënyrë legale. Do me thënë, komunikonte nëpërmjet letrave të shumta të dërguara, komunikonte nëpërmjet emailëve të shumta të dërguar, edhe telefonatave të shumta të bëra. E veç këtyre edhe arritën të organizonin edhe shumë manifestime, qoftë krah për krah me sindikatat italiane, qoftë edhe veças në Rom edhe në Tiranë. Nga ky moment. Edhe kështu që arritëm qëllimin. Po. Dhe shumë përgëzime. Nga ky mësaj nga 1 qershori që do të fillojë edhe zbatimi i marrëveshjes. Çfarë duhet bëjnë në mënyrë të veçantë shtetasit shqiptarë që punojnë dhe jetojnë në Itali, por edhe ata italianë që punojnë dhe jetojnë në Shqipëri, sepse në vitet e fundit po shohim gjithmonë më shumë italian në Tiranë, në Vlorë, në Durrës, gjithandej. Për të saktësuar, është e vërtet që kryeministri tha që do të filloj nga 1 qershori. Mirë po, akordi e cilëson shumë qartë ditën që do të hyjë në fuqi kjo marrëveshje. Akordi thotë që në ditën e parë të muajit dytë të shkëmbimit që bën Meloni me Edi Ramën. Pra, nëse bën një llogaritë thjesht, nuk i takon 1 qershor, po i takon një korrik. Edhe jena të lidhur edhe me Ministrinë e Punës këtu në Itali që konfirmon këtë. Tani të shohim, ne po bëjmë luftë që ta shpejtojmë këtë punë. Po, kur është pritur kaq gjatë edhe 1 muaj, besoj se nuk bën ndonjë diferencë të madhe, apo ka edhe që penalizohen? Edhe është e bukur sepse unë punoj pikërisht në një patronat këtu në Asti që bën këto kërkesa. Edhe kam shumë kërkesa nga shqiptarët që më vinë për të më pyetur se kur mund të paraqesim kërkesën e parë. Shokët e patronatit që merren me pensionet na thonë që ne po presim nga dita në ditë që të na vinë qartkorret e INPS-it të Italisë. Pra, zotri Bolino, nëse një shqiptar i cili mund të ketë mbushur moshën e daljes pension apo është pranë moshës së daljes pension, duhet pres të paktën edhe 2 muaj pastaj të bëj kërkesën? 1 muaj e gjysmë, 1 muaj e gjysmë, po. Mund pres. Kështu duhet jetë. Ne jena të lidhur edhe me INPS-in në Itali, edhe me Ministrinë e Punës në Itali, edhe po mundohemi që ta shpejtojmë këtë punë. Por edhe sikur të vi kjo e drejtë për ta paraqitur kërkesën në një korrik, ma merr mendja që 1 muaj pension do humbasin. Po. Kështu që përfitimi është më i madh pasi të aplikojnë kur të fillojë të zbatohet edhe marrëveshja. Çfarë duhet bëjnë individët, zotri Bolino? Çfarë hapash duhet ndjekin për t'i qartësuar? Individët duhet të paraqiten këtu në Itali, po të jenë këtu në Itali, duhet të paraqiten pranë
patronateve që do kenë në dorë në atë kohë qarkoren e IMSS-it, e cila do thot atyre se dokumentacion duhet të paraqesin për të bërë kërkesën. Por unë këshilloj të gjithë shqiptarët që përpara se gjatë kësaj periudhe, me fjalë deri në momentin e paraqitjes kërkesës, të bëjnë një kërkesë, ose më mirë me thonë që të saktësojnë vitet e punës që kanë të punuara në Shqipëri. E këtë duhet të bëjnë nëpërmjet kërkesës që i bëhet sigurimeve shoqërore të Shqipërisë. Në mënyrë që vitet e punës që kanë punuar në Shqipëri të jenë të karikuar në e-Albania, do me thënë në sistem. Kështu që po të jenë të karikuar në sistem, nuk do ketë asë një vështirësi për të bashkuar vitet e punuara në Shqipëri me ato të punuara në Itali, që janë shumë më të sakta. Në qoftë se kanë probleme për saktësinë e numrit të viteve të punuara, atëherë është mirë që t'i dalim përpara kësaj pune për të saktësuar shifrën. Ndërkohë, ne flasim edhe kemi folur shpesh, zotëri Bolino, për përfitimet e pensioneve, por nga kjo marrëveshje ka përfitime akoma më të mëdha si sigurimet për përfitimin e sëmundjes, sigurimet për punësinë, si për shqiptarët që jetojnë në Itali, ashtu edhe për italianët që jetojnë në Shqipëri. Pra, përfitimet janë në një kuadër akoma më të gjerë. Mund përmendim disa prej tyre dhe si, nëse keni informacione, si përfitohet? Të gjitha këto gjëra do të saksohen me qarkoren e IMSS-it në Itali. Unë me thonë drejtën tani të them diçka që për të cilën nuk jam i sigurt, me duket e tepërt. Ndërkohë, dakord. Sa pritet përfitojmë për gjatë këtij viti dhe edhe në bazë të buxheteve, nëse nuk gaboj, qeveria italiane ka bërë parashikimin, është parashikim dhe mund ndryshojë, të paktën deri në 2032-shin. Po. Shifra vjen duke u rritur nga 12 milion deri në 20 ca milion, diçka e tillë. Por për mua s'ka shumë rëndësi kjo shifër. Për mua ka rëndësi që gjithë shqiptarëve u jepet e drejta që ta bëjnë këtë kërkesë. Dhe duke bërë këtë kërkesë, ata do të kenë të drejtë që të bashkojnë këto vite edhe të dalin pension edhe në qoftë se këtë të drejtë përpara nuk e kishin. Desha të shtonja edhe një gjë tjetër që tani po mikën nga mendja, por që shqiptarët, sa shqiptar janë ata që do përfitojnë në vitin e parë. Kjo është pyetja që më drejtuat, me sa mos gaboj. Kjo shifër është shumë e thjeshtë të llogaritet. Mjafton të marrësh fondet e planifikuara që janë për këtë vit 12 milion, ta pjesëtosh me një pension mesatar e del se sa përfitues janë. Numri i personave që do të përfitojnë. Nga ato që thuhet. Po. Edhe në qoftë se ky fond nuk do të jetë i mjaftueshëm, po ma bën ky nipi im, po ma bëri këtë llogari edhe na del 12.000 veta. Që është një shifër e konsiderueshme. Ndërkohë, zotëri Bolino, një pjesë e mirë e atyre shqiptarëve që kanë punuar, kanë derdhur kontribute në Itali, flasim gjithmonë për ata që kanë punuar dhe kanë bërë kontribute, jo puna në të zezë. Një pjesë e mirë e tyre kanë vendosur të rikthehen në Shqipëri, por vitet e punës, kontributet i kanë bërë në Itali. Ata si duhet veprojnë? Ata kanë dy zgjidhje. Kanë zgjidhjen e parë që mbështetet mbi akordin që dy palësh që ka bërë Shqipëria me Italinë për gjithë ata që rrjedhësohen. Të rrjedhësohen do të thotë që ata duhet të heqin rezidencën nga Italia. Duke hequr rezidencën nga Italia, me të mbushur moshën për të dalë në pension, kanë të drejtë të bëjnë kërkesën edhe
të marrin pensionin qoftë edhe për një vit të punuar në Itali. Mjafton drejtohen institucioneve dhe njëjta gjë kam përshtypjen vlen edhe për italianët që janë këtu aktualisht. Po, ka patronate shumë të mirë edhe në Shqipëri. Një ndër to është ai patronati që drejtohet nga zonja Irena Gjani, edhe që është shumë e lidhur me ambasadën. Bashkë me Irenën ne shkuam të takonim ambasadorin para 5 ditësh për të kërkuar atyre se kur do të bëhet ky shkëmbim, se akoma s'ishte qartë kjo punë. Edhe Irena na prezantoi me sekretarin e përgjithshëm të ambasadës, edhe na tha që me të ardhur nota, ne brenda 2 ditë do të paraqesim organeve shtetërore të Shqipërisë. Po Irena është ndër personat më të përgatitur për këtë problem. Dhe mund t'i mbaroj punë çdo shqiptar i cili aktualisht jeton në Shqipëri, por ka kontribute dhe ka punuar në Itali. Në Itali. Po. Zoti Rubolino. Duhet presin moshën për. Po, patjetër duhet presin moshën. Dhe nuk ka edhe logjik që të bëjnë gjitha dokumentat kur janë 10 apo më shumë vite apo edhe 5 vite përpara daljes në pension. Pra, sugjerimi është që gjithçka të bëhet gati para daljes në pension. Patjetër duhet të interesohen të gjithë se cili për vetën e vetë e zoti për gjithë. Sigurisht. Ndërkohë, objektivi i radhës i diaspora 91-19 në këndvështrimin tuaj, cili do tjetë, sepse misionin kryesor, pensionet ose marrëveshjen e pensioneve Shqipëri-Itali e arritët. Do vazhdoj të jetë afër shqiptarëve këtu në Itali, edhe mendoj që edhe patronatet italiane në Shqipëri do u qëndrojnë afër italianëve që punojnë në Shqipëri për t'i sqaruar në mënyrë që kërkesa e tyre të jetë e saktë edhe në kohë të përfitojnë atë që kërkojnë. Zoti Rubolino, nëse shohim emrin dhe mbiemrin tuaj, dukeni një italian tamam. Por nëse u dëgjojmë të flisni shqip, këtu ngrihen pikpyetjet. Për interesin tonë dhe për interesin e teleshikuesve, mund na shpjegoni cila është lidhja juaj me Shqipërinë? Unë kam lindur në Durrës nga një baba italian edhe nga një nën durrësake. 2 vjetë kam dejtur në Durrës. Pastaj, babaj na mori këtu në Itali, kam bërë klasën e parë, klasën e dytë, klasën e tretë, e kam bërë në Salerno. Edhe pas i ndejti 7 vjetë mamaja këtu në Itali, donte të takonte prindrit edhe vëllezërit e motra që kishte në Shqipëri. Edhe kështu që u kthye në Shqipëri, pasi kishte lindur këtu në Itali një vëlla tjetër. U kthyem në Shqipëri, e në momentin që zbritëm nga anija, na erdhi një vetur, edhe na mori për sipër, e na tha, tani ju nuk ktheheni më në Itali. Tek babai që kishin në Itali. Edhe për 36 vjetë ne jetuam në Shqipëri, në shtëpitë fëmijës. Në jetimore jemi rritur edhe unë edhe vllai. Arritëm të mbaronim shkollën e lartë, edhe të punonim. Vllai im që nuk kishte lindur në Durrës, arriti të emëroj me punë në Durrës edhe të qëndronte pranë nënës. Kurse unë i shkreti kam punuar gjithë jetën kantiereve të Republikës, duke filluar nga hidrocentrali Valdez, nga kombinati metalurgjik, gjithandej, por në Durrës nuk arrita asnjëherë të hyj. Edhe kështu që universitetin e kena mbaruar në Shqipëri, edhe shqipen e flasim mjaft mirë, mendoj unë. Kjo është shumë mirë. Italistën,
Italisht në base besoj njësoj. Kjo ishte paka shumë arsyeja që e flasë mirë Shqipën. Dhe kam shtypjen në base 90-ës u rikthyet sërish në Itali? Pas 90-ës, pastaj arritë me gjetë adresën e familjarëve të babait pas në vitin 85. Shumë vite kur babai kishte vdekur bile. Arritë me gjetë adresën edhe në 87-ën kam me një garanci të halës time, kam ardhur për vizitë të gjithë familjarët. Në 89-ën kam shkuar ke një motër për i babe që kisha në Zvicër, gjithmonë me një garanci prej saj, pikërisht në momentin kur ka rënë muri Berlinit. Edhe ato më thoshin që pse nuk rinë këtu, ra muri Berlinit, tha, do bjerë muri edhe në Shqipëri. Jo, në Shqipëri nuk bje, i thash. Ra pak më vonë. Ra pak më vonë. Me të rënë, si thush, muri edhe në Shqipëri, unë kam daluar në rrugë ambasadorin italian, Tarquato Cardilli, edhe i kam thënë që unë jam qytetar italian, duhet të rjedhesohem, por zyrat e ambasadës më sjellin vërdall. Edhe ai më ka hyp në makinë, edhe më ka çuar në ambasadë, edhe ka urdhëruar ata që të më zgjidhnin problemin. Edhe në 90-ën erdhi vllai, në 91-shin erdha unë. Bashkë me gjithë familjen. Unë 5 veta, unë gruaja. Imagjinoti, gruaja ime nuk e dinte që në 76-ën, kur jena martuar, ajo me martes ishte bë qytetare italiane, sepse ligji italian thoshte që kush martohet me qytetarin italian, automatikisht bëhet qytetar italian. Nuk e dinte, e morëm vesh aty në ambasadë. Zoti Ribolino, ju e thatë që keni jetuar, keni punuar, përjedhoj keni bërë edhe kontribute në Shqipëri. Ju vetë personalisht përfitoni nga marrëveshja e pensioneve o keni dalë më herët në pension? Kam dalë më herët në pension sepse si puna e familjes time që kena qenë të, si thush, në Shqipëri të mbajtur nga regjimi e nuk në linin të rjedhesoheshim pas luftës dytë botnore, janë më se 400 familje. Unë me të ardhur këtu në Itali arrita t'i bashkoj gjithë të 400 familjet, edhe së bashku kena bë një luftë të madhe me qeverin italiane për të në nxjerrë një ligj që të në njihte vitet e punuara në Shqipëri, si kur t'i kena punuar në Itali. Sepse një ligj të tillë kishin nxjerrë për italianët e rrjedhësuar nga Libia. Mbështetur në atë ligj, unë bëra luftën edhe arrita ta fitoj të nxjerrë këtë ligj në vitin 2006. Edhe në 2008-ën unë kam dalë në pension me vitet e Shqipërisë si kur t'i kem punuar në Itali, edhe me vitet që kam punuar në Itali. Kështu që edhe unë dhe vllai dhe 400 familje të tjera kanë dalë në pension në bazë të atij ligji. Po. Dhe për ta mbyllur bisedën. Këtë ligj edhe këtë rrugë unë e përdora si eksperiencë për të nxjerrë këtë ligjin e fundit për gjithë shqiptarët. Dhe mendoni se ishte marrëveshja më mirë e mundshme tashmë, ajo është finalizuar, pritet të nisë zbatimin nga një koriku, jo nga një qershori për ta saksuar. Mendoni se ishte marrëveshja më mirë e mundshme mes dy vendeve? Po, sepse kjo është mbështetur njëherë në rregulloren e përgjithshme të sigurimeve shoqërore që ka Bashkimi Evropian. Edhe mbështetur edhe në 27 akorde të tjera që Italia ka me shtetet e tjera. Që është shumë mirë. Pra nuk është... Po. Pra nuk ka pse të ketë mangësira. E qartë. Zoti Ribolino, ju falenderoj për këtë lidhje të drejt për drejt në studion e televizionit Skan, përgëzime për marrëveshjen dhe njëkohësisht
në objektivat e tjerë të diaspora 91, se do të vjoni kam shtypjen tjeri në shërbim të shqiptarëve. 91-19, anija për. Po, edhe shpesher, edhe me zotin Trimçev, edhe me zotin Balla, i bjem shkur diaspora 91-19, për efekt vizual në tepër. Faleminderit. Do të vjojmë tani me tjera informacione. Vit pas vitin numri konsumatorëve që vetë prodhojnë energji elektrike ka qenë në rritje. Sipas dhënave zyrtare, ato konsumatorët kanë instaluar deri në fund të vitit 2024 një kapacitet prodhues prej 217.000 megavator energji. Konsumatorëve që vetë prodhojnë energjinë elektrike ka pësuar rritje progresive në 5 vitet e fundit, për të arritur në 2.415 klient deri në fund të vitit 2024. Sipas së dhënave zyrtare për periudhën 2020-2024, autokonsumatorët kanë shënuar rritje të ndjeshme, sidomos në 3 vitet e fundit. Më konkretisht, në vitin 2020 regjistroheshin vetëm 59 klient që e prodhonin vetë energjinë për nevojat e tyre, ndërsa në vitin 2021 u shtuan edhe 115 të tjerë. Ndërkohë, rritja ishte e lartë në vitin 2022 me 625 klient apo 443% më shumë se viti paraardhës. Në vitin 2023 u shtuan edhe 729 vetë prodhues të tjerë, ndërsa numri më i lartë u regjistrua në vitin 2024, kur u miratuan aplikimet e 887 klientëve. Me këto impiante të miratuar dhe të lidhur me rrjetin elektrik, kapaciteti total i instaluar nga vetë prodhuesit ka arritur në 216.823 megawatt-pik. Ndërka ishte ndarë sipas llojit të klientit, privatët kryesojnë me 1.645 konsumatorë, ndërsa pas tyre vijnë familjarët me 705 konsumatorë. Pa ashtu të dhënat tregojnë se janë 51 institucione shtetërore, si bashki, ministri apo institucione arsimore, që kanë instaluar panele diellore për gjenerimin e energjisë, si dhe 15 konsumatorë jo buxhetor, ku përfshihen ujësjellsa, poliklinika apo qendra shëndetësore. Sipas entit rregullator të energjisë, këto të dhëna reflektojnë një diversifikim të kategorive të konsumatorëve që po investojnë në energjinë e rinovueshme, duke mbështetur angazhimin e vendit për të rritur prodhimin e energjisë nga burimet e rinovueshme dhe për të mbështetur krijimin e një mjedisi të pastër energjetik. Ndërkohë, Banka Qendrore Evropiane po punon për krijimin e euros digjitale duke shpresuar rritjen e një marrëveshje në fillim të vitit 2026. Ky projekt synon të mundësojë pagesa direkte dhe të sigurta për qytetarët, si dhe të forcojë njëkohësisht edhe pavarësinë e Bashkimit Evropian në këtë sektor. Banka Qendrore Evropiane shpreson të ketë të gjitha vendimet politike në fuqi deri në fillim të vitit të ardhshëm për krijimin e euros digjitale. Më pas do të duhen 2 deri në 3 vite për të lançuar monedhën, tha një antar i bordit të BQE-s. Banka ka punuar për një version digjital të monedhës europiane për vite me radhë, por progresi ka qenë më i ngadalë se sa pritej, kryesisht sepse legjislacioni ende nuk e lejon bankën të vijojë me procedurat. Trazirat financiare pas zgjedhjes së Donald Trump si presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë shtuar ndjenjën e urgjencës, pasi Europa mbështetet në firmat e mëdha amerikane për shumicën e pagesave digjitale dhe kjo paraqet një dobësi të mundshme financiare. Shpresoj të kemi gjithçka gati deri në fillim të vitit të ardhshëm. Ne kemi nevojë për legjislacionin e duhur dhe nga kjo 2 deri në 3 vite do të jenë të mjaftueshëm për të lançuar euron digjitale, tha Mburime brenda Bankës Qendrore. Ndryshe nga pagesa me karta si Visa apo Mastercard, konsumatorët që paguajnë me para digjitale do të kenë lidhje të drejtpërdrejtë me Bankën Qendrore, ndërsa fondet e tyre do të jenë të sigurta dhe të ngjashme në funksion me parat cash. Kjo do t'u lejojë klientëve të bëjnë pagesa të drejtpërdrejta, si në formatet online ashtu edhe fizikisht. Banka tha se një pengesë kryesore është arritja e një marrëveshje politike nga shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, por kjo mund të realizohet para verës. Puna e Parlamentit Evropian mund të zgjasë disi më shumë, shtuan Mburimet. Kur u pyetën nëse Trump mund ta përshpejtonte procesin, zyrtarët e Bankës Qendrore franceze thanë se kjo ka shtuar vendosmërinë e BQE-s për të vazhduar me projektin. Ndërkohë, sipas raportit më të fundit, 1 në 10 të rritur në Mbretërinë e Bashkuar nuk mund të kursejnë as pak para. Gjithashtu, rreth 13 milion persona kanë qëndrueshmëri të ulët financiare.
Miliona njerëz po ecin në një rrugë të tendosur financiare me 1 në 10 të rritur në Mbretërinë e Bashkuar që nuk kursen as pak para, sipas një raporti të fundit. Kjo i lë qytetarët shumë të ekspozuar ndaj goditjeve ekonomike dhe të prekshëm ndaj rritjes së faturave, sipas anketës së Autoritetit të Sjelljes Financiare. Për më tepër, nivelet e ankthit dhe stresit ishin relativisht të larta, veçanërisht midis atyre të ngarkuar nga borxhet. Por regulatori tha se situata nuk ishte përkeqësuar që kur filloi kriza e kostos së jetesës dhe ndihma falas ishte në dispozicion për ata që përballeshin me probleme. Anketa mbi jetën financiare është një pikë referimi për gjendjen e financave të vendit me gati 18.000 persona të pyetur për mënyrën se si i trajtojnë paratë. Të dhënat sugjerojnë se 13 milion persona apo 1/4 e popullsisë adulte në Mbretërinë e Bashkuar kanë qëndrueshmëri të ulët financiare. Kjo do të thotë se ata kanë borxhe që janë të vështira për t'u menaxhuar, kursime të ulta dhe kanë lënë disa fatura pa i paguar. Kjo mbeti e pandryshuar në krahasim me anketën e mëparshme të publikuar në vitin 2022. Pavarësisht presionit të shkaktuar nga inflacioni dhe rritja e faturave thelbësore mbi financat personale, rreth 10% e të anketuarve nuk kishin kursyer as pak para, ndërsa 21% kishin më pak se 1.000 pound kursime. Një total prej 2.8 milion njerëzish kanë borxhe të vazhdueshme të kartave të kreditit. Gati 12 milion njerëz ndihen të mbi ngarkuar ose të stresuar për shkak të çështjeve financiare, përfshirë 40% të rriturve me kredi që thonë se vuajnë nga ankthi. Rreth 3.8 milion pensionistë janë të shqetësuar se nuk kanë para të mjaftueshme për të mbyllur muajin. Raporti gjithashtu sugjeron se përdorimi i teknikës "bli tani paguaj më vonë" është rritur ndjeshëm vitet e fundit. Rreth 40% e prindërve të vetëm dhe 35% e grave të moshës midis 25 dhe 34 vjeç përdorin këto produkte kredie. Në përgjithësi, gati gjysma të rriturve kanë borxhe të papaguara të pasigurta, ku paratë e marra nuk mbështeten nga asete. Rreth një javë më parë, Kina dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës arritën marrëveshjen për një armëpushim 9 ditor në lidhje me vendosjen e tarifave, por tashmë autoritetet kineze kanë kërkuar më shumë kohë për te këtij afati 9 ditor. Media Global Times, që mbështetet nga shteti kinez, tha se armëpushimi 90 ditor i tarifave midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kinës gjatë bisedimeve tregtare në Zvicër është shumë i shkurtër, ndërsa të dërguarit nga dy ekonomitë më të mëdha të botës u rigrupuan në Kore. Gjatë samitit të Gjenevës, Shtetet e Bashkuara rënë dakord të ulnin tarifat shtesë që vendosën mbi importet kineze muajin e kaluar në 30% nga 145% për 3 muajt e ardhshëm, ndërsa Kina u zotua të reduktonte detyrimet në 10% nga 125%. Dritarja për bashkëpunim të dobishëm reciprok duhet të shtrihet shumë përtej një periudhe të thjesht 90 ditore, tha Global Times, që është në pronësi të gazetës së Partisë Komuniste Kineze në pushtet, People's Daily, dhe shpesh ka qenë e para që ka raportuar hapat e ardhshëm të Kinës në mosmarrëveshje tregtare gjatë viteve të fundit. Pekini gjithashtu pranoi të pezullojë ose të heqë kundër masat jo tarifore që ka vendosur kundër Shteteve të Bashkuara që nga 2 prilli, megjithëse Kina deri më tani ka pezulluar vetëm vendimin për të shtuar rreth 50 firma amerikane në lista kufizuese për tregtinë dhe investimet. Përveç lehtësimit të kufizimeve, Kina pranoi të heqë kundër masat e eksportit të lëshuara pas 2 prillit, duke rritur perspektivat për largimin e pengesave për mineralet e ralla. Analistët thonë se Pekini nuk ka gjasa të nxitojë me përmbushjen e të gjitha premtimeve. Ministria e Tregtisë e Kinës nuk i përgjigj konkretisht pyetjeve se cilat barriera jo tarifore do të hiqte, në vend që të pezullonte përkohësisht. Do të flasim tani në lidhje me shifrat e publikuara javën e kaluar nga Instituti i Statistikave për sa i përket lindjeve dhe vdekjeve në vendin tonë dhe për gjatë 3 mujorit parë të këtij viti, vjet re një trend tepër shqetësues që duhet marrë padyshim në konsiderat në mënyrë të veçantë nga autoritetet. Më gjërësisht, ne do diskutojmë me sociologen Zonjën Tela Binjaku. Zonja Binjaku, mirë se erdhët në studion e televizionit Skan. Mirë se ju gjej, faleminderit për ftesën. Faleminderit ju. Atëherë, Instat raporton se lindjet për gjatë 3 mujorit parë të këtij viti shënuan një rënje me plot 14%, ndërsa vdekjet ranë gjithashtu por në masë më të vogël me 5.8%. Në këtë mënyrë, bilanci natyror i popullsisë në vendin tonë vjon të ketë një shifër negative vetëm për 3 mujorin e parë në 883 persona. Në këndvështrimin tuaj, pse po të kuret popullsia jonë gjithmonë më shumë lindje nga të rinjt dhe largimi padyshim? Po, mendoj që shkaqet që çojnë në këtë rritje negative natyrore të popullsisë tonë janë të lidhura ngushtësisht me emigrimin e lartë, kryesisht të moshës së re, e cila është një herazi edhe mosha në moshë fertiliteti me pak fjalë, që ka mundësinë, domethënë, të ndikojë drejt për drejt në rritjen e popullsisë së vendit tonë.
Mendoj që një arsye e dytë lidhet me faktin se shumë të rinj përsëri tentojnë të emigrojnë kur ende nuk e kanë krijuar familjen e tyre të re, me qëllimin që këtë hap të rëndësishëm në jetë ta realizojnë sapo të kenë emigruar. Një arsye tjetër që lidhet me këtë rënje të numrit të lindjeve lidhet ngushtësisht edhe me mënyrën se si është transformuar kryesisht shoqëria shqiptare nga pikpamja kulturore, në kuptimin që prioritetet e familjes shqiptare sot në një farë mënyrë kanë ndryshuar nga ato që kanë qenë të përcjella në breza në mënyrë tradicionale, dhe kjo e ka prekur drejt për drejt edhe mënyrën se si e organizon jetën familja e re shqiptare sot. Me këtë dua të them që të rinjt edhe të rejat hezitojnë të sjellin në jetë fëmijë kur vetë shikojnë që nuk kanë arritur dot të kenë një stabilitet ekonomik, kur shohin që kanë ende rrugë përpara për të kryer në mënyrë që finalja sërish të jetë një stabilitet ekonomik për veten në radhë parë, por edhe për familjen që duan të krijojnë. Dhe po ashtu shohim që të rinjt e reja për shkak se nuk kanë më pranë familjen e tyre, sepse janë zhvendosur, jetojnë aty ku kanë gjetur punë, jetojnë kryesisht në kryeqytet ku edhe janë diplomuar dhe larg familjeve të origjinës, gjë që ju krijon atyre një vështirësi më shumë për të sjellë në jetë një fëmijë, veçanërisht për të kujdesur për ta. Dhe situata është më alarmante, zonja Binjaku, nëse bëjmë krahasim me 2011-ën, kur u zhvillua edhe censusi i atëhershëm. Lindjet kanë shnuar një rënje në arkun e 13 viteve apo 14 viteve me plot 37.2% në shkallë kombëtare, por nëse i marrim me qarqe, në disa prej qarqeve të Shqipërisë, rënja është akoma më e madhe se 37%, mund të shkojë në 40 apo edhe në 45%. Nga duhet fillojmë në këndvështrimin tuaj në mënyrë që popullsia jo vetëm të regjistrojë vetëm shifra negative të rritjes, por pse jo, të kalojnë në territor pozitiv. Gjithçka duhet nisë me stimujt apo po kthehet edhe në çështje kulture? Mendoj që kemi vite që flasim për nevojën për politika mbështetëse, veçanërisht për të rinjt, politika sociale, veçanërisht për shoqëritë shqiptare në zonat më të varfra të saj, për politika nxitëse, veçanërisht në drejtim të natalitetit, për subvencionime të nismave, për të sjellë në jetë fëmijë përmes metodave të tjera, të cilat janë shumë të kushtueshme për familjet e reja dhe shpeshherë edhe të pamundura për tu aksesuar. Dhe në këtë pikpamje mendoj që ka nevojë për një ndërhyrje të gjithanshme. Me pak fjalë, ne sapo kemi kaluar zgjedhjet, kemi dëgjuar premtimet natyrave të ndryshme. Nuk di se sa popullata jonë është nxitur pikërisht nga premtimet e bëra në mënyrën se si ka votuar dhe se si ka shpërndar votat, por shpresoj shumë që të ngrihet në nivelin e përgjegjësisë që i takon për të kërkuar më shumë llogari ose për të drejtuar qeverisjes së re me nota, domethënë llogari kërkuese në lidhje me ato çfarë premton dhe merr votbesim. Nga duhet filluar, mendoj që në rast të parë duhet më shumë politika mbështetëse për familjet e reja, të cilat janë edhe qeliza bazë e kësaj shoqërie për të ardhmen. Në këtë pikpamje do thosha politika që shkojnë për shembull për më shumë strehim, për më shumë siguri në vendet e punës, për më shumë mbështetje në kreditim, për më shumë mbështetje në planifikim familjar. Po ashtu do të thoja politika të tjera mbështetëse për të realizuar fertilizimin in vitro, fjala vjen, ku nuk duhet ta fshehim, janë shumë e shumë familje të reja, të cilat nuk arrin dot të drejtohen kësaj metode, edhe nëse kanë dëshirë dhe janë të përgatitur nga pikpamja shpirtërore, mendore, fizike për t'u drejtuar, sepse janë të kushtueshme dhe mbështetjet janë shumë të vogla. Është folur për një farë mbështetje për këtë metodë, për këtë mënyrë, por ajo është aq e pamjaftueshme sa pothuajse është e pazëshme. Të tjera metoda, mendoj unë, të tjera, domethënë mënyra do të ishin edhe ato që kanë të bëjnë me ndërgjegjësimin e shoqërisë për më shumë besim tek familja, sepse ne për fatin ton të keq dëgjojmë vazhdimisht
të flitet për familje që shpërbën, familje që nuk rezistojnë dot, për çifte që shkojnë lehtazi në divorc, dhe ka mjaft raste që përcillen në mënyrë të vazhdueshme të tilla sa që mund të krijojnë edhe një farë stepje tek të tjerët, tek të rinjtë e tjerë, të cilët hezitojnë pra që të ndërmarrin këtë hap. Mund të jetë vetëm çështje financiare, sepse nëse shohim shifrat edhe në vendet e tjera që kanë karakteristikat e ekonomisë shqiptare, pra ekonominë në zhvillim, po fillojnë të tkuren për të njëjtat arsye, rënja e numrit lindjeve dhe njëkohësisht emigracioni. Por kjo vjetre edhe tek ekonomitë e zhvilluara, pra gjithmonë më shumë njerëzit po lindin më pak dhe në mënyrë që popullsia të rritet ose popullsia të mos plaket, duhet që një çift për 2 personash minimumi duhet lënë të kenë 3 fëmijë. Pra tjetë ajo matematika tjetë pozitive. Po, është prirja për cilën jemi duke biseduar së bashku, nuk është një prirje vetëm shqiptare, është e vërtet, me të janë përballur shoqëritë e perëndimit dekada më parë, por po përballen një herazi edhe shoqëritë e tjera të cilat dallojnë për një numër të lartë kryesisht të familjeve me më shumë pjesëtar, domethënë që vinë nga një kulturë të themi pak më e ndryshme në këtë drejtim dhe janë kryesisht vendet përreth nesh, vendet e Ballkanit, vendet e ishlindjes komuniste dhe ato janë duke u përballur me të njëjtat simptoma që lidhen me plakjen e tyre. Dhe zakonisht kjo ka ndodhur ose kjo ndodh kryesisht, domethënë për shkak edhe të rritjes së kostës së jetesës, sepse këto janë ekonomi të brishta, ne vetë jemi pjesëtar të këtyre ekonomive të brishta, ku pasiguria për jetën është e lartë nga pikpamja ekonomike flasim, dhe ku rritja e kostës së jetesës ka bërë që të stepemi pra për të ndërmarrë të hap të rëndësishëm që ka të bëjë me të ardhmen jo vetëm të individit për pasardhësi që ai lë pas, por edhe për të ardhmen e shoqërisë mbar. Kështu që a mund të jetë vetëm një faktor ekonomik, unë mendoj që është një shumë faktorës. Pra, si ekonomik, po ashtu edhe kulturor, po ashtu edhe faktor që lidhen me mënyrën se si ka ndryshuar mentaliteti, veçanërisht pas viteve 90 në të gjitha këto vende, ku prioriteti për të sjellë në jetë fëmijë është ndoshta ka lëvizur në renditje, në kuptimin që renditen të parat në renditje në prioritete dua të them afirmimi ekonomik, stabiliteti ekonomik, prestigji social, ndjekja e një shkollimi të gjatë ose shkollimi më i gjatë akoma, natyrisht një shkallë ngritjes emancipuese të gruas, të femrës në përgjithësi, e cila e shikon veten jo dhe aq detyrimisht brenda mureve të shtëpisë, por edhe jashtë, një kontribuese që i jep shoqërisë, domethënë dhe jashtë mureve të shtëpisë, në tregun e punës dhe që për shkak të konkurrueshmërisë së lartë që kanë shoqëritë në zhvillim, janë të detyruara ose më saktë janë ju kërkohet pra të jenë të vazhdimisht të trajnuara, vazhdimisht të shkolluara më gjatë, dhe kjo dashje për padashje bën që sjellja në jetë e fëmijës, domethënë të vi më vonë, dhe një ndër faktorët që ka sjell këtë ulje të lindshmërisë natyrisht lidhet edhe me sjelljen më vonë në jetë të fëmijës së parë. Kurse për politikat e emigrimit, ndërsa për emigracionin, dua të them, ne jemi vetë dëshmitar që në qarqe të ndryshme të vendit tonë, kryesisht ato të veriut, ka një zbrazje masive të zonave dhe ata që kanë lëvizur janë kryesisht të rinj dhe jo moshat mbi 50, të cilat janë tani më, domethënë një fazë tjetër të jetës dhe me vështirësi lëvizin pothuajse as pak. Ndaj edhe kjo është reflektuar në uljen e numrit martesave në këto zona, është reflektuar detyrimisht edhe në uljen e numrit të lindjeve. Ndërkohë, një ndër kontribuesit negativ në lindje, padyshim është edhe divorci. Ju e përmendët pak për gjatë fjalës tuaj, zonja Binjaku, që çiftet po shkojnë shumë lehtë drejt divorcit. Pse në këndvështrimin tuaj? Mendoj që divorci është një dukuri shumë komplekse dhe profili i divorcit në vetvete është i ndryshëm. Pra,
ka të rinje të reja që divorcohen kur janë brenda 5 vjeçarit të parë të martesës, por ka edhe të rinj, të rritur, të pjekur, të cilët divorcohen pasi kanë bërë 20 vjet martesë. Dhe stacionet, dua të them, të lidhjes janë, siç e shihni, janë të ndryshme. Por përse divorcohen më thjesht, për mendimin tim, lidhet me faktin nga njëra anë se të rinjtë e të rejat shpesh herë presin tepër nga martesa, presin më shumë se sa ajo mund të sigurojë dhe në një farë mënyrë u shgënjejnë pritmënit nga ky institucion. Dhe në këtë pikpamje shkojnë më thjesht drejt këtij hapi për shkak se konfliktet lindin më shpejt kur shgënjehen këto pritmëni, kur martesa atyre nuk u siguron të gjitha ato, të themi, nuk u plotëson të gjitha ato aspirata, apo ato nevoja, apo ato mungesa, dhe në këto kushte shkojnë më thjesht drejt konfliktit, I cili kur përshkallëzohet, merr dhe për masa të atilla që nuk gjen asnjë zgjidhje tjetër përveç se asaj ligjore. Po ka edhe arsye të tjera që lidhen, fjala vjen me problemet që lidhen kryesisht me varfrinë e madhe, domethënë vështirësitë ekonomike, I vënë sprova shumë të mëdha dhe jo të gjithë janë një lloj të prirur për të shpëtuar këtë bërtham të rëndësishme të shoqërisë me vullnetin e lirë dhe e kanë krijuar. Po nga ana tjetër një arsye mund të lidhet edhe me faktin se shpesh herë nevojat ekonomike, vështirësitë financiare I bëjnë të rinj që të ndërmarrin këtë hap më shpejt se sa do duhet ta merrnin, në kuptimin që vetë lidhja nuk është maturuar në atë hap që të kenë kuptuar me të drejtë se çfarë përgjegjësisht po vijnë përpara. Dhe në këtë pikpamje kam përshpejtuar martesën dhe shpesh herë ajo e ndodhur në kushtet e tilla pra të përshpejtimit për shkak të nevojave mund të mos rezistojë dot konflikteve qofshin ato edhe më elementare. Por natyrisht në divorc kanë ndikuar edhe faktorë të tjerë, siç është për shembull prania e lartë e dhunës brenda murave të shtëpisë dhe natyrisht dukuritë e reja siç janë ato që vijnë konfliktet që burojnë nga mjedisi virtual, konflikte që burojnë si rezultat I përdorimit të substancave narkotike apo I të ashtu quajturat lojrat të fatit. Nëse e kapim, nëse ndërlidhim me aspektet financiar, ka një ndërlidhje, zonja Binjaku, në kundërshtrimin tuaj mes shëndetit financiar të një familje dhe rrezikut për të divorcuar. Pra, sa më pasur, sa më mirë të jetojnë familje, aq më pak ka mundësi të shkojë drejt divorcit. Janë ndërlidhura këto? Po ka situata kur domethënë ka një raport, të themi të drejtë midis shëndetit financiar të familjes dhe shëndetit të martesës apo të familjes në përgjithësi. Pra, sa më e fuqishme ekonomikisht jetë familja, aq më larg ajo ju qëndron problemeve që mund të lëkundin themelet e saj. Por nuk është domosdoshmërisht kështu, sepse ne dim që ka mjaft raste ku pavarësisht se kamja ekonomike është një statut I vërtet për disa familje, sërish ato nuk I kanë mbijetuar dot, martesat nuk kanë mbijetuar dot e kanë shkuar drejt zgjidhjes. Kjo për shkak se, për mendimin tim, nuk është domosdoshmërisht, domethënë një korelacion I drejtë, dua të them, midis shëndetit financiar dhe stabilitetit të martesës. Mendoj që të tjera janë ato parime ose ato element që I mbajnë familjet të forta në këmbë dhe jo domosdoshmërisht ekonomia, sigurisht varfëria në vetvete ose skamja ose problemet vështirësitë ekonomike janë një sprovë e mundimt për shumë familje, të cilat të ndodhura vazhdimisht në këtë sprovë vjen një çast dhe nuk rezistojnë më. Por nuk duhet të harrojnë që themelet me të cilat ngrihet një familje do duhet të jenë ato të ndryshme nga ky faktor kaq kërcënues, pra për shëndetin e familjes siç është ekonomia. Me pak fjalë, familjet qëndrojnë në këmbë si rezultat I martesës dhe si rezultat I ndarjes së parimeve të përbashkëta, për aspiratat e përbashkëta në njërin anë, qëndrojnë më mirë në këmbë kur edhe nga pikpamja e nivelit të edukimit pjesëtarët e lidhur në çift janë pranë të njëjtit nivel, qëndrojnë më mirë në këmbë kur ka shumë komunikim midis tyre, në të mirën e të keq,
qëndrojnë në këmbë më gjatë dhe me më shumë sukses në modelin e prindërve të tyre, kur ato janë familje që synojnë së bashku një projekt të ardhshëm për cilin punojnë bashkarisht. Kur familjet fillojnë dhe humbin funksionet, si që është funksioni ekonomik, funksioni riprodhues, funksioni mbështetjes emocionale, funksioni mbështetjes psikologjike, funksioni seksual po ashtu, dhe familjet dominohen në shumicë nga disfunksionet, aty ka filluar një lëkundje dhe familja, do me thënë dashje po pa dashje, ndjet e shantazhuar dhe në kuptimin figurativ të fjalës dhe lehtësisht mund shkojë drejt divorcit. Mund tjetë edhe një arsye tjetër, Zoja Binjaku, përsa i përket rënjes së numrit të lindjeve. Njerëzit të rinjt nuk duan më të marrin përgjegjësi. Pra, në një farë mënyrë kanë rënë rehat dhe pavarësisht të ardhurave, pavarësisht gjendjes financiare, janë më rehat nëse nuk bëjnë fëmijë. Mendoj që këtu sërish fashat e moshave janë të ndryshme dhe reagojnë në mënyra të ndryshme ndaj kësaj teme që po flasim. Nga njëra anë janë të lindurit pas viteve 2000, të cilët janë ende shumë të rinj dhe aktualisht janë 25 vjeç, është një mosh kur njeriu, do me thënë, ndodhet në një fluks të vërtet, ëndrash, ndryshimesh, kërkesash, aspiratash, dhe të cilësh në jetë një fëmijë është ende pak herët për ta. Ndërsa ka të tjera gjenerata të cilat janë të lindur në fundin e viteve 80, për shembull, të cilët aspirojnë ndryshe familjen, ata ndoshta sot duke qenë se kanë përmbyllur mjaft nga aspektet aspiratave për veten, të lidhura me financat, të lidhura me prestigjin social, ndoshta janë në kërkim të sjelljes në jetë të fëmijëve dhe e kanë të vështirë për shkak se kosto e jetesës është e atill që i bën të mendohen shumë herë dhe ndryshimet, si kundër thamë herët, bëjnë që të mos kenë pranë askënd që t'u vinë ndihmë kur ata kanë shumë nevojë dhe hezitojnë. Por lidhur me pyetjen tuaj, i shikoj të rinj në shumë aspekte mjaft sipërfaqësor, por duhet të jetë, si të themi, elita e shoqërisë ajo që ta ngrej popullatën në një nivel tjetër të ndërgjegjësimit për të gjitha temat që janë të rëndësishme, midis të cilave është edhe tema e lidhur me të ardhmen, e lidhur me zhvillimin e shoqërisë, ku të rinjt, me sa unë shoh, janë pak pjesëmarrës. Ne e pam, në fakt ende nuk kemi parë shifrat e zgjedhjeve, por në një shkallë të madhe të rinjt ishin indiferent edhe ndaj procesit të votimit, i cili lidhet drejt për drejt pra me paraqitjen e programeve politike të forcave aspiruese për të drejtuar vendin. Ndaj këtyre programeve të rinjt ishin indiferent dhe nuk i shikonin fare se të lidhura, domethënë, me të ardhmen e së paku 4 vjeçare të shoqërisë. Ne, Zoja Binjaku, kemi bërë edhe disa projekcione për sa i përket në ritmit të lindjeve të paktën për gjatë 5 vitet të ardhshme dhe sërish shenjat nuk është se janë shumë optimiste. Pra tendenca do të vijojë të jetë në rënje, sikurse ka qenë të paktën që nga 2011 e deri më sot, në 2019 mosha mesatare në Shqipëri ishte rreth 35 vjeç, ndërsa sipas censit të 2023-shit rezulton 42.5 vjeç. Pra përveç largimit, përveç rënies numrit lindjeve, edhe popullsia po plaket. E shikoni në anën tjetër shpresën tek rikthimet edhe për shkak të disa angazhimeve të qeverisë shqiptare për t'i bindur nëpërmjet disa paketave emigrantët të rikthehen në Shqipëri. Shikoni shpresë këtu? Kjo është një pyetje, si të themi ndonjëherë $1 milion, sepse rikthimet janë të vështira, vendime të vështira për t'u marrë, veçanërisht kur të rinjt kanë vite që jetojnë, janë integruar, kanë realizuar mjaft vite të jetës ose kanë kaluar mjaft vite të jetës në një shoqëri të caktuar, ku ata kanë parë më shumë, domethënë, veten të realizuar. Dhe rikthimi për ta është i vështirë si vendim. Por mban rreziqin dhe vetë.
Përmban edhe rrezik. Përmban natyrisht dhe një rrezik, sepse është një kosto e madhe, jo vetëm emocionale dhe shpirtërore dhe mendore, por edhe kosto financiare. Megjithatë, unë mendoj që shoqëria shqiptare e ka shprehur pak a shumë dukshëm vokacionin e saj. Përderisa pjesa dërmuese e popullatës tonë që ka emigruar, ka shkuar në shtetet e Perëndimit, dhe e ka dhënë, domethënë, atë prirjen e vet se Perëndimi është aspirata e të rinjve tanë dhe e shoqërisë tonë. Në kushtet kur shoqëria jonë do të punoj vazhdimisht drejt përmbushjes së atyre standardeve që e parafron këtë shoqëri me shoqërinë evropiano-perëndimore, mendoj që ky rikthim ka për qenë një vendim mjaft më i thjeshtë për të marrë se ç'mund të merrej sot. Dhe për këtë arsye, nisma të këtilla që ju përmendët, unë mendoj se do duhet të jenë më të gjëra, më të shtrira. Dhe një garanci për këtë është në një farë mënyre, ju e dini që ne jemi vend me statusin e kandidatit, aspirojmë të jemi pjesë e Bashkimit Evropian, disa ditë më parë në Shqipëri u mbajt edhe Komiteti politik i Evropës që foli pikërisht, domethënë ku shpreh, domethënë pak a shumë në një farë mënyre edhe një garanci ose një prirje që shtetet e Bashkimit Evropian shohin për vendet aspirante, midis të cilave jemi ne, Malizi dhe Moldavia. Kështu që unë mendoj se më shumë se sa nisma të veçanta që do të ishin joshëse, do duhet të përmbushnim ata aspirat të 3 dekadave më parë të shoqërisë tonë, dhe që e kanë shprehur jo vetëm të rinj shqiptar të viteve 90, por edhe fëmijët e tyre që janë të lindur sot dhe që jetojnë në vendet e Perëndimit apo që shkojnë drejt vendeve të Perëndimit. Pra, të përmbushim aspiratat, përmbushim standardet për të qenë pjesë e Bashkisë Evropiane dhe aty vendimi për të qarkulluar dhe për të rikthyer në Shqipëri ka për të qenë mjaft më i thjeshtë, mendoj. Dhe gjithsesi do të presim, do të shohim, por numri atyre që largohen, pa dyshim që aktualisht është më lartë se numri atyre që vendosin të rikthehen. Aktualisht në këndvështrimin tuaj, zonja Binjaku, si është emigracioni? Është emigracion më cilësor, pra njerëzit nuk largohen, sikur se largoheshin në 91-shin apo edhe në 97 apo 98-ën, por tashmë kemi të bëjmë me një emigracion ndryshe. Është kështu në këndvështrimin tuaj? Sigurisht që po, nuk kemi se si të harrojmë fillimet tona të viteve 90, kur emigrimi ishte i paligjshëm, ishte i rrezikshëm, shumë qytetarë kanë humbur jetën nëpër malet e Greqisë, nëpër Adriatik, dhe për fat të keq ai emigracion ka qenë një traumë e madhe për shoqërinë tonë. Çfarë ka ndodhur me kalimin e viteve, jemi në 2025-ën, ku Shqipëria është antarësuar në mjaft organizma ndërkombëtar, jemi shtet antar i NATO-s, udhëtojmë lirshëm në Bashkimin Evropian, sigurojmë më thjesht kontrata pune për të punuar në tregun evropian, mësojmë më shumë gjuhë të huaja, jemi më shumë të përgatitur për ato që na pret nëse emigrojmë, dim mjaft më shumë se si është procesi i të përshtaturit dhe integrimit, dhe të gjitha këto e bëjnë në një farë mënyre vendimin për emigrim më të thjeshtë. Por, çështja është që edhe vetë emigrimi nuk është një hap i thjesht për të ndërmarrë në shumë pikpamje, sepse nënkupton lënien pas ose largimin nga vendlindja, nga vendi fëmirisë tënde, nga vendi ku je edukuar, ku ke hedhur hapat e parë, ku ke krijuar miqësitë e para, ku ke dhënë të themi emocionet e para, ku ke përjetuar, dhe kjo është ky është një dimension shumë i rëndësishëm i njeriut. Ndoshta ne sot për shkak të nevojave ekonomike dhe për shkak të pasigurisë ekonomike që kemi, përqendrohemi tepër pak tek këto aspekte, sepse përqendrohemi më së shumti tek aspektet ekonomike, tek nevoja për të mbijetuar në radh të parë dhe pastaj për të stabilizuar ekonomikisht, dhe i lëm pas këto element. Por një ndër problemet që është duke hasur shoqëria jonë së rezultati i këtij emigrimi ka të bëjë me vetmin e të moshuarve, ndërkohë që edhe ju e thatë dhe biem dakord, rritja e moshës mesatare të popullsisë po na çon po ashtu në një ose më saktë vjen edhe si rezultat
i rritjes së numrit të moshuarve në Shqipëri dhe këta të moshuar tani më që kanë sakrifikuar rinin e tyre, janë bërë prindër, kanë punuar për fëmijët, ne dim vetë se sa e rëndësishme është dhe çfarë profili ka prindi shqiptar që shkon deri në vetmohim për hir të fëmijëve, dhe tani ata janë duke u përballur me vetmin kur nevoja për të pasur fëmijët pranë është shumë e lartë. Megjithatë, sido që të jetë, dua të them, është vetëm rritja e standardit të jetesës në shoqëri dhe përafrimi me standardet e Bashkimit Evropian që ka për t'i bërë qytetarët tanë që të mos emigrojnë kaq shumë sa që emigrojnë sot. Zonja Binjaku, ju falenderoj për këtë lidhje drejt për drejt në studion e televizionit Skan, ditë mbarë. Faleminderit ju, është gjithmonë kënaqësi. Kënaqësi. Ky ishte dhe informacioni përgatitur për ditën e sotme në Skan Live. U fokusuam në pjesën e dytë tek zhvillimet demografike në shoqërinë shqiptare ku vjet re për gjatë 3 muajit parë të këtij viti, një rënje me rreth 14% e lindjeve krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2024. Ne folëm në lidhje me masat që duhet ndërmarrë qeveria shqiptare për t'i bërë të rinjt, për t'i bërë çiftet të lindin më shumë fëmijë, sepse paralelisht po plaket edhe shoqëria shqiptare. U fokusuam edhe tek finalizimi i marrëveshjes së pensioneve midis qeverisë shqiptare dhe asaj italiane. Kryeministrja Giorgia Meloni zyrtarisht dorëzoi tek kryeministri Edi Rama dokumentin e kësaj marrëveshje dhe tashmë do të nis zbatimi, sikurse tha edhe sekretari i përgjithshëm i diaspora 91-19, do të fillojë zbatimin duke nisur nga një koriku i këtij viti. Ky ishte informacioni përgatitur për sot, do të rishihemi sërish nesër si gjithmonë në orën 10. Deri atëherë, mirupafshim.